Na mbajt që të mos gaboj, apo me datë 27 qershor, domethënë këto të shtunë që lam pas, konferencë rajonale rinore. Titulli besoj diplomacia rinore si instrumenti bashkëpunimit ndër shqiptar dhe integrimit europian. Absolutisht, neve si Forumi Rinor Shqiptar, pas një kohë të gjatë, jo të gjatë, relativisht 3 vjeçare që ishte ngrirë nga aktivitetet të ndryshme për arsye të aktivistëve dhe sigurisht problemeve ose rrugtimeve të ndryshme që i kishim për në karrierët e tona personale dhe aktivitetet ngelen në një farë stagnimi, por duke u rikthyer fuqishëm me pikërisht temën për të cilën i ka munguar gjithmonë Shkupit edhe sigurisht aktiviteteve rinore shqiptare. Organizata jonë kërkëndjes. Organizata jonë kryesisht ka target problemet shqiptare dhe kryesisht punon me të rinjt, dhe për këtë arsye pam shumë e udhës që të fillojmë me një aktivitet, me një konferencë me të cilën do të i bashkon të gjithë trojet shqiptare, duke filluar nga Shqipëria, Republika Kosovës, Lugina Preshevës dhe Maqedonia, dhe që të krijojmë ura bashkëpunimi, komunikimi dhe së bashku të ndërtojmë një diskurs publik dhe të bëjmë gjëra pozitive, që të krijojmë politika publike, gjëra të tilla, duke u bashkëpunuar mes vete.